Është zhvilluar në Vlorë forumi i dialogut edhe disa hapa drejt Bashkimit Evropian. Forum ky i organizuar nën kujdesin e ambasadorit të Shqipërisë në Austri Fate Velaj së bashku me raportuesin për Shqipërinë në Parlamentin Evropian, Andreas Schieder, çelur me një klip i cili tregon rrugtimin e Shqipërisë për ëndrrën evropiane përgjatë viteve të fundit. Ambasadori i vendit tonë Austri Fate Velaj shprehet tepër i lumtur që rikthehet në teatrin e Vlorës. Velaj thotë se ka ardhur koha që Europa të riformatohet. Sipas tij, qëllimi i këtij takimi është negociatat për të arritur ëndrrën evropiane, për të arritur drejt BE-s, drejt Europës së vlerave. Ne do të jemi gjithmonë në gjendje të krijojmë një Europë të fuqishme ekonomike, një Europë burokratike, një Europë të institucioneve, për Europën e nesërme, nëse do të mendojmë për Europën e të nesërme, ne duhet të kthejmë shpirtin e Europës, vlerave, identitetit përbashkët, të ndërtojmë një Europë të solidaritetit midis popujve që të njohin dhe të respektojnë vlerat e njëri tjetrit dhe pikërisht ajo që Jacques Delors ka thënë para 34 vjetësh, po ndodh dhe sot. Europa është në kërkim të vetvetes. Europa po riformatohet për të ardhmen e saj. Dhe koha e sotshme po e tregon, ngjarjet e sotshme po e tregon, ngjarjet në Ukrainë po e tregojnë, ngjarjet në zhvillimin evropian po e tregojnë, prandaj edhe Europa është në kërkim dhe pikërisht ka qenë edhe kjo, po ta vini re në të gjithë takimet që Edi Rama, ministra Spiropali, zhvillonë për Europë, janë mbi Europën e vlerave. E ngjitur në podium si një prej organizatorëve të panelit, Elisa Spiropali thotë se nuk është rastësi që flitet për Evropën nga Vlora. Në qytetin ku lindi shteti shqiptar dhe vendi ynë është më pranë Europës. Spiropali thotë se integrimi nuk është më një premtim, por një rrugtim që po kryhet me rezultate të prekshme me qëllime të përbashkëta. Kënaqësi të jem sot në Vlorë për të folur për një temë që nuk i përket vetëm të ardhmes ton, por edhe të tashmes ton, integrimit evropian. Nuk është rastësi që flasim për Europën këtu në Vlorë, në qytetin ku lindi shteti shqiptar, në pikën ku Shqipëria është fizikisht më pranë Europës, në vendin ku historia jon kombëtare dhe gjeografia jon europiane takohen natyrshëm. Integrimi nuk është më një premtim, as një slogan, as vetëm një flamur. Është një proces që po zhvillohet me rezultate të prekshme dhe me përgjegjësi të përbashkëta. Forumi i dialogut edhe disa hapa drejt Bashkimit Evropian kanë mbledhur pranë vetes përgjatë kësaj të shtune përfaqësues të lartë të shtetit dhe të pushtetit, ambasador të Shqipërisë në vende të Bashkimit Evropian si dhe miq të vendit tonë, mbështetës të anëtarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian.